Është interesante mënyra se si nisi bisedën zoti Çeku dhe vë në dukje mungesat të parashikuara, sepse në këtë moment të zhvillimeve gjeopolitike që do dashur pa dashur na impaktojnë edhe sikur të jemi krejt të parëndësishëm sikur se jemi në disa aspekte të jetës botës, na bën të detyruar ne që të jemi pjesë të lojës, të shkojmë edhe të trokasim ne në dyer dhe problemi që duket shpeshherë kur vendose pa mungesa është që kemi ndërtuar një mënyrë të bërit diplomaci të përqendruar te njëshi. Pra është kryeministri, është ai që përcakton ku shkon, madje e përcakton dhe me vot në parlament kush duhet shkojnë për aktivitete ndërkombëtare. Dhe nga ana tjetër kemi parë që kryeministri, i cili pengon me sa duket këtë lloj diversifikimi të përfaqësimit të Shqipërisë në për organizata ndërkombëtare, forume, është ai që para 2 javësh ankoi që ne s'kemi Ministri të Punëve të Jashtme, që është dhe një tjetër shumë kërkesë llogaridhënie tek ministri, por në fakt qëndron tek përgjegjësia e tij, sepse ai ka prej 12 vitesh në pushtet dhe tregon pse gjërat në një farë mënyre krijojnë një ink që bllokon zhvillimin e diplomacisë në gjithë potencialin e saj. Pra ne kemi një kryeministër që përqendron dhe në bazë të shqetësimeve të tij të brendshme në Shqipëri e pengon apo çliron në disa momente politikën e jashtme, por jo sepse ka një interes të afatgjat, një vizion për tematikat që interesojnë Shqipërisë, por sepse ka më shumë të lidhur me interesin e personal. Dhe ajo që është rasti konkret tu është ajo që ndodhi me ftesën për në Davos. U bë një amulli që u nis pikërisht nga ai, sepse na tha që unë do shkoj në Davos, jam i mirëpritur, ftesë personale, ndërkohë ftesa kishte shkuar te 60 shtete të tjera, pastaj të njëjtën tha që nuk do shkoj se po pres të bien e zotit Trump. Po, ja ku është dhe deklarata, mi që e solle këtu mund ta lexosh se e ke përballë? Nuk do ta lexoj sepse jam krejtësisht i qartë edhe qytetarët janë mbushur deri këtu. E di cili është problemi? Problemi është që ne kemi një kryeministër që ka shumë halle të brendshme, domethënë ka spakun në paradhom. Edhe gjithë këto problematikat e brendshme ky kujton sepse duke tundur një ftesë që shkojnë në 60 vende të tjera, do u thotë shqiptarëve unë po mirëqeveris, ndërkohë që ajo ftesë u ka shkuar dhe njerëzve që nuk mirëqeverisin, si për shembull Lukashenkos apo zotit Putin. Kështu që ky ka kërkuar të bëjë një paralelizëm midis shëndetit të jetës së brendshme demokratike të Shqipërisë, pra në qeverisin e tij, me ftesën, por i gjërat janë të pashkputura. Madje, nëse duam të bëjmë 2 hipoteza pse ai nuk ishte. E para mund të ishte sepse mund të ketë qenë një akt, një qasje normal, një akt balancues për sa i përket politikës së jashtme, kryeqarësi Bashkimit Evropian apo qëndrimi që duhet mbajmë ne ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, duke mos dashur të bëjë një zgjedhje shumë të qartë, të dukej në ditën e themelimit të bordit, aty i presionuar ndoshta edhe nga pikpyetjet e shumta që mund të ketë BE-ja, se ne kemi në një anë detyrimin të njësojmë politikën tonë të jashtme me Bashkimin Evropian, ka preferuar të marrë një hap pas. Kjo është një hipotezë. Hipoteza tjetër është më e rëndë. Dhe e kemi parë të shpalosur prej më shumë se një viti tek vështirësitë që zoti Rama ka me administratën e re. Vështirësi? Po patjetër. Takimi ose ardhja e vajzës e Donald Trump, takimet që pati, më thoni cilin institucion shtetëror Ka një lidhje? Cili institucion shtetëror të Shtetet e Bashkuara përfaqëson një sipërmarrëse. Nuk ka lidhje, do të thënë. Ajo që ka lidhje është kjo. Është vetëm biznes tua. Dua t'ju kujtoj diçka që ka shumë rëndësi. Para 7 muajsh, kur po flitej për heqjen e potencialit të non gratës, u kujtua nga Departamenti i Shtetit një pasazh shumë i rëndësishëm, që të shkojë dikush i sankcionuar në Amerikë, duhet të ketë një ftesë posaçme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe përmes votimit në parlament, duke bërë të kushtëzuar praninë e tij në bordin e paqes, Edi Rama me shumë gjas ka dashur të heqë ndonjë siklet në Shtetet e Bashkuara. Pra mund të jetë i padëshiruar andej dhe përmes votës në parlament
ka imponuar praninë e tij në një takim eventual në Washington. Pra, në çdo formë, politika jonë e jashtme, si nga Davosi, po dhe në zhvillime të tjera, kushtëzohet nga problemet e brendshme të zotit Rama. Dhe kjo pengon në një farë mënyre dinamikën tonë integruese dhe marrëdhëniet tona me shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, por edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ky siklet nuk mund të mbaj peng gjithë dinamikën diplomatike shqiptare. Sidomos kur jemi në një moment kaq përcaktues ku ne duhet jemi në gjendje të flasim me të gjithë. Dhe zoti Rama nuk flet me qendrën që përcakton jetën tonë të sigurisë në rajon, që janë Shtetet e Bashkuara dhe kanë një agjendë shumë të avancuar për sa i përket rendit dhe sigurisë në Ballkan, siç u pa me aktin e mbrojtjes të miratuar në dhjetor. Zoti Qeku më tha që donte një replikë të shkurtër, dua ta kaloj. Vetëm sa për ta. Shiko, për se zjarrin do vazhdoj ta mbaj, do ja kaloj Arbrit fjalën.